Të huajt që kanë udhëtuar për në Shqipëri kanë regjistruar një nivel rekord shpenzimesh në 3 muajt e parë të këtij viti. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bilancin e pagesave bën të ditur se shpenzimet e të huajve në Shqipëri për periudhën janar-mars arritën në 874 milion euro, me një rritje prej 11% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë. Gjithsesi, në krahasim me vitin e mëparshëm, ritmet e rritjes janë ngadalësuar, teksa në 3 muajin e parë të 2024-s, të huajt kishin shpenzuar 26% më shumë në udhëtimet e tyre në vend. Tendenca është në linjë me hyrjen e turistëve të huaj në vend që në fillim të këtij viti shfaqi shenja ngadalësimi. Sipas të dhënave të tjera të Instat, gjatë 3 muajve të parë të vitit në vend hyn 1.63 milion shtetas të huaj me rritje prej 5.9% me bazë vjetore nga 36% që kishte qenë rritja vitin e mëparshëm. Sipas këtyre të dhënave rezulton se një turist i huaj ka shpenzuar mesatarisht për udhëtim në Shqipëri rreth 537 euro në janar-mars 2025 nga 513 euro në të njëjtën periudhë të një viti më parë, një tregues indirekt i shtrenjtimit të çmimeve në vend. Shpenzimet e shqiptarëve në udhëtimet jashtë vendit kanë arritur gjithashtu një rekord të ri në 3 muajorin e parë, duke arritur në 579 milion euro me një zgjerim prej 11% me bazë vjetore. Të dhënat e tjera të Instat tregojnë se daljet e shtetasve shqiptar për 3 muajorin e parë të vitit ishin 1.8 milion, me një rritje prej 7.3% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Bilanci i turizmit prej vitesh është kthyer në pozitiv, pasi të huajt që udhëtojnë drejt Shqipërisë shpenzojnë më shumë se shqiptarët që ikin jashtë. Sipas Bankës së Shqipërisë, bilanci i udhëtimeve ishte 295 milion euro në 3 muajorin e parë të 2025-s, me një rritje prej 10.4%. Një vit më parë zgjerimi kishte qenë 41%.